A e dini se nga lëvoshga e vezës mund të merrni më shumë kalcium se sa nga qumshti? Pothuajse të gjithëve na pëlqen shija e vezës, madje disa e konsumojnë atë edhe të papërgatitur, por jemi të bindur se shumica e marrin vetëm pjesën e brendshme të saj dhe lëvoshgat i hedhin. Por pikërisht në lëvoshga gjej më shumë kalcium se në çdo ushqim tjetër apo produkt, madje edhe nëse e krahasojmë me qumshtin. Prandaj çdo ditë më shumë po rekomandohet konsumimi i tyre si ushqim. Nëse duam të kemi kocka të forta, duhet të zihen mirë përpara konsumimit, apo përpara se t'i përgatisim, sepse në të kundërt rrezikojmë të prekemi nga salmonela. Mund t'i thërmojmë si miell dhe më pas t'i përdorim ato në miellin me të cilin përgatisim ushqimet tona. Nëse dini forma të tjera të përgatitjes është edhe më mirë, sepse mund të gjithë përfshihen në ushqyerjen tonë. Nga një lëvoshk do të marrim 700 mg kalcium, dhe nëse do ta krahasonim me një gotë me qumësht, nuk na siguron as 1/3 e kësaj mase. Prandaj, çfarë prisni? Konsumojeni edhe lëvoshgat e vezëve. Janë të pasura me kalcium.